Mendjen e tij ka vetëm një skenar, duke nokautuar kundërshtarin. Asnjë nuk I ka qëndruar në këmbë deri në fund të meqit, pasi stërvit me shpejtësinë e drites e goditjet I ka të rënda. Boksieri që nuk e njeh humbjen, Amarildo Bakaj, do të luftoj për titullin VBC në Tiranë me 27 korrekt. Në 27 korrekt do ndeshëm në Tiranë, në sheshin Nën Tereza. Kjo ndeshje do jetë shumë e veçantë për mua, nga që do ndeshëm vendlindje, por I kthehem pas 9 vitjesh. Përballë vetes ka një kundërshtar të vështirë, por ati nuk po I trembet syri. Kundërshtari ka 33 fitore dhe 29 ka fituar me nokaut, është 30 vjeç. Ka titullin VBF dhe VBO. Bakaj bëri thirrje të gjithë shqiptarëve që me 27 korrekt të jenë në Tiranë për meqin e tij. I ftoj gjithë shqiptarët me 27 korrekt vinë për krajin në Tiranë, sheshin Nën Tereza, me nim Zotit s'kam një shgënyet natë. Juri Zotit gjithë. Në boksin profesionist, Amarildo ka 9 ndeshje, 9 fitore dhe të gjitha me nokaut. E 10 mund të jetë në tokën shqiptare.